Rinumërimi në qarkun e Fierit solli një ndryshim sa i përket shpërndarjes së mandateve brenda Partisë Socialiste. Zegjine Çaushi, kandidatja që u bë virale në rrjetet sociale për shkak të përplasjes me kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, humbi mandatin me 10 vota diferencë përballë Maldrita Bardhos. Çaushi pas rinumërimit rezultoi se kishte 48 vota të pamerituara, pra në total 4026 vota. Bashkangjitur edhe votat e diasporës, 600 të tilla, numri total shkoi në 4626 vota për të. Por nga ana tjetër, Maldrita Bardhos ishin hequr padrejtisht 26 vota. Nga kutitë e hapura rezultoi se kishte 3616 vota në total. Ato që i hapën derën e fitores ishin 1020 votat e diasporës. Në total për Bardhon u bën 4636 vota, pra 10 më shumë se Çaushi, por mjaftueshëm për t'i marrë mandatin. Kandidatja socialiste Zegjine Çaushi mori vëmendje gjatë fushatës elektorale për 11 maj pas thumbave me Gazmend Bardhi në rrjetet sociale. Por rinumërimi shoi shpresat për një debat mes të dyve nga foltorja, kësaj here ballë për ballë. Nga të dhënat që ka shpërndar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Partia Socialiste ka rezultuar e dëmtuar nga numërimi i parë në Fier. Asaj ishin hequr padrejtisht 30 vota, ndërsa Partia Demokratike nga ana tjetër kishte 147 vota të pamerituara. Lëvizja më e madhe në Fier ka ndodhur mes kandidatëve të njëjtës parti. Në Selin Roz, Ceno Klozi ka rezultuar me 831 vota të pamerituara, ndërsa kandidati që kishte humbur më shumë vota padrejtisht rezultoi Klevis Jahaj me 497 të tilla. Një situatë e tillë u paraqit edhe në kampin opozitar. Silva Hasaj kishte 671 vota të pamerituara, ndërsa Gentian Çela 212. Pak pas përfundimit të procesit të rinumërimit në qarkun e Fierit, ka ardhur edhe reagimi i parë zyrtar për parregullsitë e gjetura në numrin e madh të votave, kryesisht te kandidatët e partive. Ka qenë antari i KAS i Partisë Demokratike, Ledi Obraho, ai që deklaroi se materialet me tabelat ku lëvizin rezultatet do i kalojnë për referim prokurorisë së Fierit, pasi ka pasur manipulim. Tani, prokuroria nuk besoj se nuk është në dieni, sa dha ndjekjen lajme siç ndjekin gjithë shqiptarët, por unë diskutova sot edhe me kolegët. Ne kur të marrim vendimin do mbajmë edhe një qëndrim lidhje me faktin se si do procedojmë, por në çdo rast mendimi im personal është që qoftë dhe të jem antar i vetëm, unë do të paktën do ja çoj prokurorisë jurisdiksionit përgjithshëm në Fier vendimin me tabelën e ndryshuar bashkë me procesverbalet ku pasqyrohen diferencat dhe besoj se ky është elementi mjaftueshëm, indicje mjaftueshme që prokuroria e Fierit nis hetimet për trafikimin e votave. Rinumërimi në qarkun e Fierit për 586 kuti u vendos me nismën e 2 antarëve të Partisë Demokratike në KAS.